18 vjeçe e mori dikush. E kam vajtur, e kam gjetur në Fier. Kam qenë 12 vjeçe. E vogël. Le të shikoj jetën e saj. Punoj në Milano. Koka e prej që ndodhet në Shijak është e motrës tuaj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Por të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Greqi, në fakt do të hap dritaren për një motor dhe një vlla, të cilët do t'rregojnë historinë e familjes së tyre dhe padyshim kërkojnë ndihmë për motrën e tyre Enkeleda, që sot është 51 vjeç, por fatkeqësisht ata kanë humbur çdo kontakti me të kur ajo ishte vetëm 18 vjeç dhe u largua nga Shqipëria në vitin 1995, më sakt u mashtrua, u gënjye dhe u trafikua drejt Italisë. Do të jetë e para në këtë live motra e saj Alma, e cila do e rrëfej historinë e Enkeledës, 18 vjeçare të asaj kohe. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Alma, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Si jeti? Mirë, më bet qefi që kom natkuam të dyja. Në fakt, më ke dërguar shumë mesazhe në Facebookun tim. Po. Për një histori që kemi trajtuar bashkë, por unë dua që ditën e sotme të ma kujtosh për kë bëhet fjalë. Po, për Enkeleda Nurit Sorodeni. Ju jeni motra? Po, unë jam motra e Enkeledës. Enkeleda është e humbur. Po. Mundem të pyes dhe të ma tregosh historinë e Enkeledës, duke ditur që jemi në këtë live dhe ndoshta është një shans edhe për të mësuar diçka më shumë. Si ke humbur ti kontaktet me motrën Enkeledën? Iku 18 vjeçe, tani është gati 50 vjeçe. Çfarë viti i bie këtë ikur? 95-ën. Në vitin 1995-ën. Po. Por si ka qenë historia e saj? Si ka ikur? Iku si të gjithë emigrantët që ikin gjithmonë dhe iku dhe ajo. Dhe në çfarë vend? Ka jetuar në Itali, kur ishte kjo Otranta që erdhën të jetu ato, e kapi policia atë, edhe që atëri prim kontraktet me atene, nuk follu me kontaktet. E dashur Alma, ti je më e madhe në moshë apo më e vogël? Je më e vogël se Enkeleda? Po, unë jam më e vogël si ajo. Por, çfarë kujton ti në 1995, ose çfarë ka thënë nëna dhe babai, kur ajo iku, njoftoi në shtëpi, domethënë si ishte largimi i saj? Ajo ishte shumë mirë, thoshte punojnë, jam me një 2-3 shoqe, punojnë në Milano, Në Milano të Italisë? Po. Por, kur ishte 18 vjeç dhe iku për herë të parë, ju tha prindërve që do largohet drejt Italisë? Jo, iku fsheras. Po pra, se më duket e habitshme një vajzë aq e vogël të largohet drejt Italisë. Ajo ka iku fshetas. E mori dikush, nuk iku vetë. E mori dikush, arritët ta zbulonit se me kë person ishte larguar? Jo, nuk e arritëm as dhe njerë, thoshin për këte, po u gishti nuk ja vesh shumë njerëzve. Në çfarë qyteti keni jetuar në atë kohë ju, e dashur? Ne jemi nga poshtë vogël Nga të Beratit. E Berati, poshtë në Merë Berati, po. Në momentin që motra iku, 18 vjeç, mbriti në Itali, ajo ju telefonoi? Deti një vit ajo, pastaj na komunikoi me maman. Tani prindrit nuk I ka me unë ti Odeta. Më vi ka keq, I ke humbur nga kjo jetë, prindrit. Gjatë atij një viti që ajo ishte e humbur, ju denoncuat në policinë atë kohë? E keni bërë një denoncim? Po, ka vajtu vëzhri, se vëzhrit I kemi vetëm dhe si vetja dhe as dhe një gjë nuk u bet. E dashur Alma, por bëre mirë që më telefonove, sepse po flasim të dyja dhe mund të më japësh më shumë detaje që të keti për motrën. Më lejo të pyes dhe më kthe përgjigje aq sa ti mund të dish për historinë e motrës. Në momentin që ajo mbriti në Itali, pas një viti ju telefonoi, çfarë ju komunikoi nënës së saj, që I bie 1996-ta?
Po, thoshte gjithmonë që jam mirë, kaq. Jam në punë, punoj, jam me 1-3 shoqe, thoshte. Por ju vetë si familjar e keni dyshuar që ndoshta një vajzë e re u trafikua në atë kohë? Apo vërtet ajo punonte me shoqet e saj? Po tani mendja të vetë edhe të keqja ajo deta. Sa kohë mbajtët kontakte me motrën? Erdi në të gjashtë. Erdhi në të 6-ën ajo deta. Veti diku me një vend, e morëm veshne, te shoqëria e paja ka ndajtur më pak fjalë. Nuk u çoj. Po ky person çfarë lidhje kishte me familjen tuaj? Ishim thjesht gjak, Po, të largë. po në 96-ën atë e kapi policia dhe e solli në Shqipëri. Bravo. Nuk tha emrin e babait, ajo thash emrin e asaj që ajo vajti e mori në Tiranë. Por pse nuk erdhi në shtëpi? Kishte frikë të rikthehej në shtëpi? Po, kishte frikë. Dhe vajti te kushurinë e saj të largët në Kuçov. Po, Ju, kur e morët vesh lajmin, vajtët e takuat, flas për prindrit në ato kohë. po, e takova dhe unë bashkë. Dhe mund të më tregosh, çfarë tregoi në ato kohë Enkeleda, kur ju e keni takuar? E takuam ne, Odeta, ajo nuk qavi fare, nuk e kishte marrë malli fare, faktikisht. I tha mami të mos ki merak për mua, unë jam mirë, do ikim sa të vete, do marr telefon, pastaj nuk mori me. Sa qëndroi në Shqipëri në atë kohë? Se dim këtë gjë, sa ndajti. Ju vetëm një herë e takuat? Vetëm një herë. Por kur mësuat që ajo iku prap në Itali, e pyetët kushuririn në Kuçov që me kë ishte nisur? Nuk kemi kontakte fare me ata, Odeta. Për shkak të motrës? Ikën ata në Tiranë ti, Odeta, dhe nuk kishe me kontakte me ata, nuk e dinim kur rinte në Tiranë. Dyshoni që ajo familje mund të ketë gisht në largimin e motrës drejt Italisë? Po, ajo familje, ka se atje unë mbështet ajo. Mami im vajtje takoj atë gruan, Edhe ajo i tha që nuk ke për ta parë në sy. dhe ajo tha që me që ti tha nuk po duron do e s'ma, tha se mamin ti me qojnë e s'ma. Po. Nuk e për ta fikuar me sy, tha ajo. Por pse? Se di. Po kur nëna i ka thënë vajzës të kthehet në shtëpi, Enkeleda me çfarë motivi nuk donte të vinte në familje tek ju? Kishte frikë ajo, se ne kemi një 5 vlezër dhe i kemi të mbledhë, dhe ajo ishte më vogël si vlezër dhe kishte frikë. Kishte frikë nga vëllezërit e saj. Po. Dhe nga i moment ju nuk e pat më motrën tuaj. Pare. Si e kujton ti atë takim në 96-ën me motrën? Sa vjeç ke qenë? Kam qenë 12 vjeçë. E vogël. Çfarë mban mend? S'maj me ta zingje vetëm që na pushtonte, se ka ndonjë motër më të vogël, na shtrëngonte fort. Të ka marrë malli. Shumë atë. Çfarë dyshon? Pse ajo pas kaq shumë vitesh, nëse është shëndoshë mirë, nuk ju kontakton? Se di, Odeta, nuk e di. E dashur, Alma, përgjatë këtyre viteve, nga 96-a kur e takuat për herë të fundit motrën dhe sot që jemi në 2026-ën, janë shumë vite, keni mësuar ndonjë informacion, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve që e kemi parë këtu, e kemi parë atje, ka mbritur ndonjë lajm në familjen tuaj? Kemi marrë një informacion ti, Odeta, për shumë vite bëhet fjalë. Na erdhi një letër, ne ja dha vllajt tim, se vllai im është më i madh si unë, është 50 vjeç. Po. Se ne kemi një dyqan atje që miremi me tregti ulliri në poshje. Rastësi një femër i çon një letër vllajt tim dhe i thot mos e hap tani, thot ai kur ti ke mund ta hap. Dhe iku ai hapi vllai im. Bëhet fjalë për çfarë viti?
2010-ën, Odeta. Duke ditur që ke qenë vetëm 12 vjeç dhe e kujton fare mirë imazhin e Enkeledës, nëse ajo ndodhet diku o shëndosh e mirë, çfarë do i përcjellje sot motrës tënde? Që ajo të bëhet e gjallë të na kontaktoj me ne. Sepse prezenca e saj ju ka munguar. Shumë. Uroj që ajo ta dëgjoj këtë mesazh, uroj të reagoj dhe uroj të bashkoheni me motrën. Faleminderit shumë, Odeta. Të falenderoj. Shumë faleminderit. E dëgjuam dhe mesazhin e kësaj motre me shpresën që Enkeleda është gjallë, sot 51 vjeç dhe ndoshta mund të reagojë për të rikthyer kokën pas 30 viteve për të rilidhur me familjen. Por do të vazhdojmë në këtë live sepse do të jetë dhe vllai i saj, zoti Fatos, i cili ka bërë shumë kërkime. Ishte më i madh në moshë kur motra i iku, në një farë mënyrë nuk ja fali gabimin, nuk e kontaktoi asnjëherë në telefon për gjatë atij një viti, por ai ka bërë shumë kërkime dhe sigurisht vazhdon të kërkoj motrën e tij Enkeledën, kështu që përshëndes në këtë momente Fatosin. Fatos, përshëndetje. Të përshëndes, si kaloni? Ishe mbrapa Almës dhe po të dëgjoja tek sa flisje. Mund të më tregosh informacionin e asaj letre? Unë i kam dhënë shumë mbrapa kësaj historie, Odeta, dhe kam qenë shumë i përkushtuar në këtë gjë. Nuk kam kërkuar haq sa në të gjitha vrimat jam futur. E kupton. Edhe kur ka ardhur puna, asnjë lloj të vërtete. Jo është gjallë, jo është shu, jo kshu. E ka parasysh ti këto janë sa vjen fillon edhe futesh çik në rinj, shkëputen linjat. E kuptoj, ke kërkuar pafund dhe s'ke zbuluar asnjë gjurmë të saj. Po. Unë deri 2017 që kam qenë në Shqipëri, nuk kam lënë vend pa futur. Në shtete, në policie, me miqe, me shoke, e ke idenë se nisi çfarë mund bëj njëri për njeriu e tij të dashur. Por ndalemi te viti 2010 kur dikush të erdhi dhe të solli një letër dhe të tha mos e hap. Po. I kam të gjitha informacionet, i kam të gjitha të printuara letrën dhe kush ma pruri dhe si ma prun, kush ishte makina e atit që më pruri atë letrën në shtëpi, i verifikova të gjitha. I dashur Fatos, çfarë shkruhej në letër? Koka e që ndodhet në Shijak 2013 a 2012 se më mirë është motrës tuaj. E kupton? Ajo e kuptoi shumë mirë Fatosi që ajo ishte për të mbyllur diku tjetër një çështje. E di unë hyra dhe në komisariat në Durrës atëre. Ishte një gjë e vërtetë, e kupton? Pra ju erdhi një lajm me idenë që motra është e vdekur, e vrarë në zonën e Shijakut, por ti e verifikove dhe nuk gjete gjë. Jo, nuk ishte ajo. Por pse këta persona e bën këtë gjë? Çfarë dëshon ti? Atë unë duhet atë din 2017 thash, jam lodhur shumë, nuk kisha më mundësi. Dhe i ndërpreva çdo gjë, s'kisha më mundësi. Këta persona që erdhën kanë lidhje me familjen tuaj, i nje apo nuk i? Jo, asnjëherë jo. Nuk i nje? Nuk i nje. I dashur Fatos, ju jeni më i madh në moshë se Enkeleda apo më i vogël? Unë jam më i madh se ajo. Dua të më tregosh, motra më tregoi Alma që kur në 96-ën bërriti Enkeleda në Shqipëri, kishte frikë të vinte sepse ishit ju vëllezërit e mëdhenj që ndoshta. Jo. Po, është e vërtetë ajo, po unë nuk kam qenë aty se kam qenë punë në Tiranë në atë kohë, edhe nuk kam qenë ato momente aty, se kam qenë punë në Tiranë me forcë speciale. Edhe në atë moment kur kam ardhur në shtëpi, ma kam thënë që erdhi dhe kam kërkuar pastaj në Vorë e shoqëria, në Vorë kam vajtur, në Tiranë e shoqëria, në Tiranë kam vajtur, nuk e kam gjetur asnjëherë atë person. Vetë se kam takuar. Ti nuk mund të do ta takoje motrën tënde, e ka takuar vetëm nëna dhe Alma. Po. Por njerëzit që e strehuan, që janë kushurinjtë tuaj të largët, ju e dyshoni se ata mund të kenë gisht në të gjithë zhdukjen e saj? Ben vaki, edhe ajo mund tjetë. Edhe ajo mund tjetë. 99.9% unë them se ajo është pjesa. Ose dikush tjetër që do të mbuloj
se ajo mbase iku me ata në fillim, e këpërësysh, po s'dihet se me çfarë dore ka përfunduar në fund. E qartë, ka qenë një 18 vjeçare që ndoshta është gënjur në atë Ajo fëmijë ishte, ja pa njerëzit gjitha pse po ikin, po shkojnë, po punojnë, po vinë vërdall. Edhe iku herën e parë. Këpërësysh, pastaj herën e dytë kishte me guximin të vindet në familje. Jo se kishte frikë, e kupton. Ajo s'ka pas guxim me, se nuk e torturoi njëri, e kupton. Qartë, e kuptoj. I dashur Fatos, ndalemi, ju jeni me i rritur dhe i mbani mend gjërat më shumë detaje, duke ditur që ke bërë dhe kërkime. Po, shumë mirë i mbaj mend, gjitha gjëra. Alma ka qenë e vogël. Në 95-ën, si ka ikur ajo nga shtëpia, në orët e para të mëngjesit, pas shkollës, në darkë? E di shumë mirë, unë kam vojtur jashtëzakonisht në atë. Ikën herën e parë fare, e kam vajtur, e kam gjetur në Fier. 3 mëngjesit. Kam qenë i preokupuar jashtëzakonisht për atë pjesë, kupton, dhe kam qenë unë komplet shkaktari i gjetjes asaj. E kam vajtur, e kam marrë atje. Edhe personin që ishin punët e mia se si arrita deri atje që e zgjidha se ku ishte, do nisësh herën e parë për t'i kurtujte. E kupton? Po. E ktheva. Ai person më ka ardhur nga ten në shtëpi, më ka thënë që Fatos ajo do t'ikim prapë. Nuk rrime. Qartë. E mora, e prura në shtëpi, ika në punë. Se isha në punë në atë kohë. Ika në punë, marrë për herë dytë të dhe që ka ikur, se ta pash, se ta kolla, vetëm thjesht kam kërkuar. Largimi i saj ka qenë orët e para të mëngjesit, si ka ikur nga shtëpia për herë të dytë, se herën e parë ti arrite ta gjeje në Fier dhe e ktheve në shtëpi. Po, e ktheva në shtëpi. Herën e dytë kur ka ikur në shtëpi? Prapë që mëngjes ka ikur. Prapë në mëngjes ka ikur, po me të njëjtin person do ketë ikur, Në Kuçovë ka ikur. Po me atë lidhjen e Kuçovës. Nuk njoftoi askënd në shtëpi. Jo. Personi nga Kuçova që ju dyshoni se ndoshta e ka trafikuar motrën tuaj në ato vite drejt Italisë, mundu dot të kontaktonit ju? Jo, unë se kontaktova vetëm në 97-ën, më ka ardhur një person tjetër edhe më ka folur disa llafe që unë nuk i përmbajta dot, e kupton? Të ofendoj. Ishte thjesht edhe brenda dhe pjesa e policisë në atë kohë. E ke parasysh, ata persona shoqëroshin se ti e din në 97-ën viti rëmuja, e qartë, e kuptoj. Bravo. Po? Edhe më foli disa llafe të pista në ato momente. Edhe dyshoj që komplet pjesa është e policisë, e shtetit dhe grupeve që janë brenda në mes. Unë kështu them, për të mbuluar atë pjesë. I dashur Fatos, por motra mbriti në Itali, shëndoshë mirë në 95-ën, ajo telefononte në shtëpi. Atëherë në fillim po, herën e fundit nuk telefonoi asnjëherë. E qartë, në momentin që ajo telefononte përgjatë atij një viti, derisa erdhi në Shqipëri prapë, ti pate mundësi të flisje? Ke të drejtë. Jo, unë s'pol asnjëherë, faktikisht ke të drejtë asnjëherë nga vëllezërit e mi dhe nga prindërit e mi nuk dinte. Të fliste. Të kontaktonte, po. Fakti që pse ajo kishte ikur në atë lloj forme ju e përjetonit. Po. Ky ka qenë. Pastaj u shkëputën të gjitha dhe su gjeta asgjë. Keni bërë kërkime në shtetin italian? Jo, nuk kam arritur deri atje dot. Çfarë dyshon ti si vëlla? Unë them, nëse ajo duhet jetë gjallë, duhet të kontaktonte. Se vati 51 vjeçe mund të jetë të drejta. 4 vjeçe më vogël. 51 vjeçe bie. Aq është. Tani se qa mund të luhet brenda kësaj historie, unë nuk e ka kuptuar dot edhe. Sepse, i dashur Fatos, unë uroj që ajo të jetë gjallë në radhë parë, të jetë shëndoshë mirë, të ndodhet diku. Ndoshta fakti se si ka ikur, se si e ka lënë Shqipërinë, e ka të vështirë sot pas kaq shumë viteve të kthej kokën pas. Por,
Duke ditur që s'keni bërë kërkime në Itali, s'keni bërë një denoncim në shtetin italian, pasi ne e dim që në ato vite... Në Shqipëri kanë bërë denoncim. Në Shqipëri keni bërë denoncim. Në Shqipëri keni bërë denoncim momenti që është dukur. Flas për shtetin italian, aty nuk keni bërë. Jo. Duke ditur që ato vite kanë qenë vitet më të vështira për femrat shqiptare, Të drejtë, është saktë. një pjesë e mirë e femrave shqiptare janë trafikuar, janë gënjur, janë trafikuar dhe shteti italian dhe disa prej tyre edhe janë vrarë në mënyrën më mizore në Itali. Mua më kujtohet historia e mbaresa Kumbrijes nga Berati, edhe ajo 17 vjeç u trafikua në Itali dhe u vra pas 6 muajve në shtetin italian ku u gjet afër një lumi nga policia italiane. Unë uroj që motra juaj të jetë mirë. Ju vazhdoni ta kërkoni dhe në një farë mënyrë e keni motor, ju dhëm shpirti dhe nuk keni hatërmbetje nga ajo. Çfarë ndodhi në jetën e saj? Jo, unë s'kam as lloj mbetje, unë se kam pasur fare problem. Unë i kam ndajur më shumë afër motrave, kam qenë shumë i rregullt dhe kam dashur gjithmonë që ajo të ishte vetë mirë. Sepse edhe prindrit kanë ikur nga kjo jetë, besoj, me një plagë të madhe për atë. Po. Edhe nëna dhe babai dhe është e dhimbshme. I dashur Fatos, nëse Enkeleda do të ndiqte ose do ta kishte përballë, çfarë do i thoshe ti si vlla pas afro sa vite i bie nga humbja? I bie 25 vjeta. Ishte i bie llogarin në 96-ën. 2026 i bie 20 vjet. Po, 30 Jo, duket. 30, jo 20. 30 vite. Çfarë do i thoshe? Qa do t'i them, ajo, si ne jemi bërë familjar, kemi familje, ajo do t'jetë në radhë parë për vete të saj mirë, po të doj, na kontaktoj, le të shikoj jetën e saj, s'na prish asnjë lloj gjëje. Po neve, unë si vëlla për vete time duhet ta gjej. Nuk e i dorë. Do e kërkosh derisa të mësosh të vërtetën. Po, të vërtetën do ta gjej. Edhe deri atëre kur edhe sa të kem jetë, do ta gjej të vërtetën. Më vjen shumë keq dhe ta uroj me zemër që të zbulohet e vërteta e motrës tuaj. Është një ndër vajzat, një prej vajzave shqiptare që le të themi ka jetuar në rinin në vitet më të vështira për Shqipërinë, që u largua, u gënjye dhe humbi kontaktet me ju. Uroj të zbaret kjo e vërtet, çdo informacion që do mbri padyshim në redaksin time, unë do të njoftoj, do mbetemi në kontakt sepse ju jetoni në Greqi. Po. Keni vite që jeni larguar dhe jetoni në Greqi. Kështu që ta uroj me zemër i dashur Fatos që të jetë gjallë dhe të mësoni të vërtetën të takojeni me motrën tuaj. Ju falenderit shumë zoja Teta. Jeni shumë njeriu mirë dhe falenderit. Respekt. Të falenderoj dhe unë dhe të përshëndes dhe mbetemi në kontakt. Ja kalofsh mirë, falenderit shumë. Faleminderit, mirupafshi Fatos. Mirë të dashur miq, që dëgjuam historinë e Enkeledës, Enkeleda Çorodeni, një 18 vjeçare nga një fshat i Beratit që u largua në vitin e largët 1995 drejt Italisë, u trafikua dhe humbi kontaktet me familjen pas një viti dhe konkretisht në 1996 kur ajo kishte ardhur në Shqipëri. Kushdo që e njeh Enkeledën, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet me redaksin time. Ju e dini numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Uroj dhe shpresoj të zbulohet kjo e vërtet dhe familja të marrë vesh një lajm për Enkeledën, më saktë motra dhe vëllezrit, pasi dy prindit e saj janë larguar nga kjo jetë. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live, pasi do të prezantoj një tjetër histori, është një tjetër personazh duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe ftoj me njëherë. Shipe, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Seria. Më ke telefonuar se ke parë një live me Odetën ku njëri nga Kosova, Muhamet Agushi, kërkonte prindit e tij biologjik dhe ti ke marrë shkak që të hysh në këtë live se ke edhe ti një histori për të denoncuar. Po, për bashkëshortin. Si quhet bashkëshorti juaj? Skender Mehmeti.
Mund të ma tregoni historinë e tij, çfarë dini? Është një fëmijë që është braktisur nga Sa dhe bashkëshorti di edhe one. Si fillim, unë flas gjithmonë për prind birsus, se prind që i biologjik nuk e një fare, as nuk di as që ekzistojnë. Edhe bashkëshorti ashtu, çdo herë se të flas për prind birsus. Babai i Skenderit ka punu gjatë vitit 72, ka punu në atë vit si lloj sigurimi, mendoj që ashtu, si lloj sigurimi në spitalin e Mitrovicës. Vendlindja e bashkëshortit tuaj është Mitrovic? Po, nga Kosova. Nga Kosova, po. Edhe ai aty ka punue. Ai ka qenë i martum me Gjeva Mehmetin. Po. Me ish vjehrën teme, se ka ndru jetë. Edhe këta kanë qenë të martuar edhe nuk kanë pas fëmijë. Edhe gjatë kohës si ka punu në spitalin e Mitrovicës, edhe e ndëgjojnë një rast e bin një fëmijë dikush, që apo dikush e pas ka prue, nuk e dije. Kush e ka gjetë një fëmijë në rrugë, shtjellën me, që shithojnë këtë në herë si kanë vesh kësi plakat, ase që janë shëdmëvaja, nuk e di që shithojnë aty në. Me një batanie të quajmë. As batanie su kanë, vetë me ato rrobat e femrës poshtë që i ka pos veshën. Nuk e di që shitojnë aty në veshjeve që kohës 72. Që apo dione. Kanë gjetë në rrugë me që ato të pështilne, dikush. Nuk e di dikush. E pas ka marrë këtë fëmijë, do me thonë halo, ende nuk i ka ro këthiza. I ka pos këthizën e në gjitëne. A dhe kur bjen këthiza mas 5 gjërtite? I bie që atë kohë që është gjetur, punditësh ka qenë që ka lindur, e kuptoj. Sigurisht, mendoj dhone. Edhe e kanë marrë atë fëmijë edhe e kanë çuar në spital. Mitrovic, ku e kanë gjetë nuk e dije. Në cilin vend, qysh, tek, absolut nuk e di. Edhe e kanë çuar ato. Kur e kanë çuar ato, qysh kanë thonë, nashta krejt tjetër histori është. Po qysh ka thonë vjehra jame, so ne kum jetu me vjehrën teme deri 4 vitet e fundit ka ndru jetë. Ajo qysh ka thonë qyshta. Do me thonë burri vetë, si ka punu ato, u kanë gjithmonë interesum me marrë një fëmijë. Se ata nuk bënin fëmijë, e qarë dhe do nuk përsonin një fëmijë. Po, edhe atë ditë, pas ka ardhë kë Skenderi, edhe kë boba i vetë ka thonë, që kë fëmijë ka me kam për mua, që të në ka me marrën, masi nuk pedina i nga vjen, kush është, pse është, as emër, as bi emër, as gjë tjetër, i sen kur gjëtë. Edhe po du më ka thonë që ta me marrë, u shkuj ka marrë grune vetë, Gjeven, në shpe, edhe i në shku në spital prap. Kur i në shku në spital prap, i ka thonë Gjeves, exact që shtu më ka thonë edhe në vjera jame. Kur jam shku në spital, ma ka bo burri jam Bislim Mehmeti. Ma ka bo që këtë djallë ka me koni jone. Kur e kanë shirqu prej ati në gjamave, që i kanë dritare që apo dion që i kanë pas atje në spital. Edhe sa unë, sa veç meta, sa po kush është kë, qysh është, s'është me rëndësime, ditë kë ka me koni jone. Edhe tha e marrë me atë djallë edhe e bina në shpe. Shqipe, që ka një histori shumë edhe dhimbshme, por edhe mënyra si po marrë fenë shumë si në përfilma. Shumë vështirë, të thash. Shumë vështirë është me ditë ka ardhë. Dhe çfarë ndodhi më pas, ma trego? Edhe më pas e marrin shpe. Edhe ai baba i Skenderit shumë i gëzum se që s'ka pas fëmijë, shumë i gëzum. Zdi Sovjet s'kan pas fëmijë. Edhe qatë, basi kanë ardhur të shtëpia, ja lojnë emrin, ja vënojnë emrin Skender, që do me thonë këj pa emrin, pa mbi emrin, pa asgjë ka qenë ato. As nga premtë, në certifikat lindjes, i shkruan është baboj Bislim Mehmeti, nona Gjeva Mehmeti.
A mendo? Dua të pyes, pra emrin Skënder, bashortit tënd, ja vendosën dy prindrit të cilët e birsuan në Mitrovic. Eksakt. Edhe në certifikat lindjes shkruan pasi u gjet në rrugë që kështu e kam birsu Gjeva Mehmeti dhe Bislie Mehmeti. Asnjëne nuk kërnojnë tash. Të dytë kanë ndrujet se kanë qenë në atë ku kur e kanë birsu, bashkëshortin tim, kur e kanë birsu kanë qenë ata dikon rreth 45 vjeç. E qartë, ngushëllime që për vjerën dhe vjerin që e larguar nga kjo jetë, sepse realisht ata janë prindrit shpirtëror. Eksakt, normal. Edhe aq shumë u gëzu, e ndjeja i mirë, sa që mbasi ka birsu djalen, ka jetu veç 2 vjetë. Kush nga prindrit? Bislime, babaj. Pasi e ka birsuar, 2 vite ka jetuar dhe ka ndruar jetë? Po, ka ndru jetë 2 vjetë. Tane e ka rrit kjo Gjeva. Do të thotë dashur shqipe që bashorti juaj Skënderi nuk e njeh fare babain birsus? Jo. Është rritur se ka qenë veç 2 vjeç. Kur ka ndru jetë. Dhe është rritur vetëm me nënën e tij, me zënjën Gjeva. Eksakt. Edhe ka pas një orë guld, një ngjyrë guld dukat, e ka pas një orë dukatit, edhe kur e ka ditë veten që nuk është mirë dhe nuk e ka shumë gjatë, ja ka thonë bashkëshortet vet që kur ti bën Skënderit 18 vjeç që bëhet me ditë pak, dua t'ja jepsh dhurat prej meje, këtë orë të dukatit. E ka ende atë orë? Po e ka. Kujtimi vetëm nga babai birsus. Eksakt, kur gjë tjetër nuk ka. Babai që e ka birsu. Më vi ka keq shumë shqipe për gjithë të histori të bashortit tuaj, por më lejo të pyes, por ditëlindjen 25 prill 1972. Okej, muajin prill është gjetur në atë muaj dhe në atë muaj ka lindur, kuptohet qartë edhe viti, por datën 22 me çfarë u lidh? Pse e vendosën datën 22? 25 prill. Po, datën 25 pse ja vendosën si ditëlindje? Po, do me thonë, pak parafërsisht nashta dhe qatë ditë, nuk e di, po si pas mjekve, se që ka punu ato në atë institucion, edhe si pas mjekve kanë di që kur ka mujt me konë dita e lindjes. Pra, ditën e lindjes të saktë Skënderi nuk e di. Ajo është një datë që është vendosur me parafërsi nga mjekët, nga mjekët dhe në bas trupit, në bas senev që jenë do kriza, që shitu një Shqip, nuk e di nashtë edhe unë e këthëm Shqip, krizën që i ka pas këtu, halo u konë ende pa i ra. Por si ka vazhduar jeta e bashortit tuaj Skënderit, i cili ka jetuar vetëm me nënën e tij? Normal vetëm me një nënë. Sot, në kohët e sotit është vështirë me jetu vetë me nënë. Që shtojnë vetë me kam babë, vetë nënë, vetë prind, vetë 2 prind mi pas nuk është letë. Edhe ka jetu deri 16 vjetë me nënën, 16 vjetë ka dalë në Hollandë, ka jetu 2 vjetë, në bazë 2 vjetë ka shku në Gjermani, ka jetu 5 vjetë, mas aty ka në ardhur në Suedi edhe jetën e ka vazhdu krejt në Suedi deri me tani. Po gjithmonë kontakt me nonën e vet, gjithmonë ka qenë kontakt edhe me kusherit, flasëm në gjithmonë familjes birsuse. Me kusherit, me kujshit, që e kanë ndihmu nonën e vet gjatë kohës që kë nuk kanë me nonën e vet ato në shpe. Ka ndodhë se ke që komendu që tash është dimre, du në mja siguru nonës drut për mundze, duhet në mja ngrohjen, du në mja siguru nonës ushqimin, ajo do me thonë vetëm 25 vjetë ka qenë kër e ka pishtu Skënderin. 16 vjetë këj veç ka dollë në përendem, edhe ajo nuk ka mujtë gjithmonë me dollë me kry shërbimet vetë. E i ka pagu këshit për me shku mja ble nënës ushqimin, për me shku mja ble drut, për me shku mja ble gjithë shka, qa ka pas nevoj. Deri sa e ka marrë këto me veti. Kër e ka marrë këto me veti, tani ka jetu këto me neve.
E qartë, Skënderi tashmë ka kryuar familjen me ty shqipe dhe jeti ajo që ke marrë gëzimin për t'i gjetur rrënjët biologjike. Shumë herë kom tentu këtë rast me marë, po është shumë rast i vështirë se në qoftë se vetëm e din një dëdhan, vetëm një sa do të vogël informacion. Ti shkon të qaj informacion edhe fillan zbulon gryn edhe fillan diçka. Investigimin. Po nuk din ku me janis. Ky rast nuk din ku me ja fillu. Nuk ka asnjë lloj gjurme, kuptoj, nuk ka një gjurmë ku... Edhe pse s'di së herë më ka thonë burri jam, vete se nashta ty të thot të tregon ma letë për nonën e vetë. Vete ti. Ndalemi pak tu. Skënderi vetë, brenda vetes, jam i sigurt që do t'i gjej prindit biologjik. Shpesh e flasim edhe e kom fol ma përpara shpesh, tash të kohës fundit ma jo, se 50 vjet, thot nashta nuk më jeton nona ma, po shpesh e ka fol, thot sa kom dosh me marrë iniciativen për me kërku nonën edhe babën biologjik, njani bile, ka thonë, mëre, ju m'nalë ku me ndu, kom thonë, mos e kanë pas këtë frët në livje të msheft, ty në herë të edin që shka qenë koha, edhe tash në qofë se one zbulaj diqka, ndoshta ja prishi edhe jetën, shka thonë kështë Skënderi, kom dosh shpesh me marrë këtë iniciativë dhe me kërku nonën biologjike, po normal ti vetë nuk mënesh me kërku pa e di dikush s'pako. Pa e marrë vesh dikush tjetër, që ti jetu e kërkue. Edhe theke ndoshta i bëj problem, ndoshta sot mundet më ndop nga bashkëshorti vetë në pleqni. Ndoshta sot prishet me fëmijët vetë, pse s'na ke tregu që ti ke pas një fëmijë. E vetëm kjo theke me ka ndalua, dhe mos me shku tutje. Ndërkohë, besoj ai e ka patur të vështirë të flasi me nënën birësuese dhe ke qenë ajo ti që ke folur me Vjerën nëse ajo ka ditur diçka më shumë. Eksakt. Shpesh më ka thonë, pyete, nashta ty të tregon diçka më shumë. Se për qëtu që i dina, për ndoshta ty të tregon. Shpesh e kom pyet, a din diçka më shumë? Jo, se ke kur s'kom ditë sen vetëm ku Bislimi e di kur më ka thonë, hajde se kom gjetë një fëmijë bashkë që këtë bëm për neve, se s'dihet ka arë, nuk dihet ka që ata i kanë menu që ndërku në të ardhme monet me kërku dikush, apëden, që ata i ka lyp tonë ku nuk kanë bidhje, qëfar fëmije po vjen, qëfar situate po vjen që unë këto ta kam. Ndër vite pra që është rritur Skënderi në familjen birësuese, askush nuk ka trokitur në derë për ta kërkuar, nuk është interesuar. Ja, kur heq, kur. E dashur shite. Edhe kë nuk e ka ditë, deri kër i ka pas 3-14 vjet. Nuk e ka ditë që nuk e ka pas nonën për një me biologjike. Në shkollë e ku marrë vesh, kur i kina mirë. Ndalemi pak tu, se kjo është pjesa më e dhimbshme. Ai çfarë moshe ka zbuluar të vërtetën që është një fëmijë i birësuar? 13-14 vjet kur ka më thirrë prende, kur ka fillu kur e ka regjistru shkollën e mesme. Vitin e parë që ka regjistru shkollën e mesme, qatë vet u doshta me qu certifikatat e lindjes për me regjistru vetë, se në të ke krejt vetë i kry çdo punë, se kom pas asnjë për me shku me kry mu punët e mia, me regjistru në shkollë ose diçka krejt vet. E kur i ka dorëzu dokumentat e ka po certifikatën që shkruan ato i birësuar nga Bislim Mehmeti dhe Gjeva Mehmeti, ato e ka ditë. Dhe çfarë të ka treguar kur zbuloi këtë të vërtet? Si ishte ndjerë, se është një traumë besoj për çdo fëmijë. Edhe ka shku te shtëpia dhe ka thonë, e ka fol me nonën e vet, i ka thonë ç'është nonës vet. Ajo tani ja ka tregu eksakt ç'është më ka thonë mu. As një sen më shumë, as më pak. Ç'është ka qenë, i ka tregu. Prap se ke mendoj që kjo nona e vetë din diçka më shumë. Gjithë e ka pas atë mendim që kjo din diçka më shumë, po ndoshta nuk don tash se e kum rrit, i ka bë do vjetë, nuk don me shku te nona tjetër. Po
s'kam kërgjë tjetër informacion. Shumë vështirë. Për ata dhe mori këtë iniciativë më herët. Nëse ka ndodhur kështu që ai fëmijë është lënë në rrugë dhe është çuar në spital dhe është byrësuar nga spitali, pra është marrë nga spitali, realisht nëna dhe babai i ndjeri se ai ka vdekur shumë herët, nuk kanë ditur asgjë se kush janë prindi biologjik. Pra ai ka qenë një fëmijë i pa identifikuar dhe emri dhe ditëlindja i është vendosur aty në spital. Aty, po. Eksakt. Por kur zbuloi Skënderi të vërtetën që ishte një fëmijë i gjetur në rrugë, është e dhimbshme kjo, besoj. Shumë edhe sot asë dite kam sa mos sot ako më t'jene najherë mja bona i surprizë, se edhe në surprizë me thonë fakten që kjo ka qenë ona jote ose që kjo ka qenë baba jote, edhe pse s'jetojnë bile e din ka ardhë. Ai do të zbulojë rrënjë biologjike, kjo është e qartë, unë e kuptoj dhe ka gjithë të drejtat e kësaj bote të mësoj kush është ajo grua, ai burrë që e solli në jetë. Shpesh kur të një në raste që janë fëmijë jetima shumë preket, shumë e merr për zemër. E përjeton. Ju më rrit vetë jetim, nuk kam qef më rrit dikush tjetër jetim, ju më rrit vetë jetim, çdo herë ka këtë fjalë, ju më rrit vetë jetim, nuk du të rritet edhe dikush tjetër jetim, ja besoj çdo kujna që rritet jetim, mundohet me ndihmu, natë mundësit e veta sot ka, mundohet me ndihmu, çdo jetimi mundohet me ndihmu. E kuptoj. Se është në kurën e qëtojnë e çdo jetimi e ka përjetu vetë e den që është. Por edhe pse e di historinë e vërtetë të jetës së tij që nuk i dim arsyet pse ai është lënë në rrugë nga nëna e tij apo nga një person tjetër, ne nuk e dim kush e ka lënë në rrugë. Por gjithnjë mendoj që është nëna ajo që e ka braktisur, mund ta ketë lënë në rrugë rrethanat me cilat ajo mund të jetë përballur. Brenda vetes ai e ka falur. Shumë fëmijë shqipe. Sot unë e fal absolut se bëj se do me thonë sot ka pas një arsye se pa arsye nuk lehet fëmija ato. Ka pas një arsye shumë të madhe anë ka bët atë zgjedhje me lënë fëmijën në rrugë. Si ju edhe bashorti dyshoni që mund të ketë ardhur Skënderi në jetë nga një frut jashtëmartesor, një frut dashurie, por që jashtëmartese. Eksakt. Kështu ndodhin zakonisht të gjitha këtë histori, duke u nisur dhe nga eksperjenca ime, si histori që kam trajtuar në Kosovë, por edhe më së shumti brenda territorit të Shqipërisë, pjesa e madhe e fëmijëve që janë braktisur, janë rritur në jetimore dhe më pas janë birësuar, janë braktisur nga nëna sepse kanë ardhur në jetë jashtëmartese. Prindrit nuk kanë dashur të nënës, dhe ajo është detyruar ta lërë fëmijën në jetimore. Po. Eksakt. Jetimore kanë, unë shumë e ndjeko, shumë çdo rast më thuje e kom ndjek. Edhe çdo rast që e ke post në Kosovë, kom thonë, që nuk e keni, që kanë thonë, jo nuk është kjo, nuk ishe këstir e kësaj familje, dikush tjetër, kom thonë, ndoshta është kjo e kësaj familje, gjithmonë kom mendue. Po, shumë vështirë, shumë vështirë. Ngjarja ka ndodhur prillin e vitit 1972 në Mitrovic, ku Skënderi është gjetur në një rrugë të Mitrovicës dhe është dërguar në spital. Kam edhe certifikatën e kohës të Jugosllavisë që shkruan Cirilice shkruanjat. E din që janë Cirilice shkruanjat? E qartë, është shkruar në gjuhën serbe. Serbe. Po, se janë dy lloje gjuhës serbet. Njëna shkruhet ato çuçi kanë Maqedonia ato shkruanjat shumë çuditshme. Sikur se në Shkop që shkruan në Skopje. Mundesh me lexu, po mundet me lexu edhe çuçi shkruajnë ata me ato vijat Skopje. Në alfabetin e tyre, e qartë, e kuptoj. Edhe këta i kanë pas çashtu, kretë certifikatën e lindjes në shkruanja Cirilice. Ndërkohë, ti më the pak më parë shqipe që bashorti më thotë shpeshherë që ndoshta nëna ka ndruar jetë, se koha ka kaluar, ndërkohë që Skënderi i bie sa vjeç tiet, është? 72, shpi bjen 52. 52 vjeç. Dhe ai gjithnjë mendon që ndoshta për shkak të viteve që kanë kaluar mund të kenë ndruar jetë nëna biologjike. Mund të kenë ndruar, po thotë prap nuk e, tash për momentin nuk e ka
atë qefin, atë dëshiren me ditë, po se thot ndoshta nuk është në jetë. Edhe në base kanë shku gjithë të vjetë, po prapa thot, po bile kam dëshirë vetëm të di kush ka qenë, edhe pse ka ndodhë kjo. Gjithsesi, nëse historia mund të jetë ashtu siç ne dyshojmë, Shipe, që nëna e ka sjellë në jetë në një moshë të re, që do të thotë ajo mund të ketë qenë diku 18 deri 25 vjeç, pak a shumë kjo është ajo mosha që këto gra dashurohen, lën fëmijët, ka dhe në mosha të mëdha, ka dhe plot raste të tilla, por ajo që ne dyshojmë, ajo mund të ketë qenë 20 vjeç në atë kohë. Bashorti juaj Skënderi është 52, ajo sot mund të jetë 72 vjeç, kështu që mund të jetë në jetë. 72 vjeç është e re në moshë. Po, vetëm ndëgjëm. Unë prapë dyshoj, tham, ai ka punu ato në spital, baba i Skënderit. Okej, pezo, që e kanë pru qatë fëmi, pa i ka mujtë me shkru qa ka dosh vetë, egzakt qa ka dosh vetë ka mujtë me shkru në certifikat lindjes. Se si mbasi informacioneve që kom pasë dhe që të falshin atë kohë që kanë egzistu gjanat, ke mujtë në qofë se ke në pas njëfshëm, a i sot shkën gjithë shka me të njëfshëm, se lima atëherë. Në qofë se ke pas të dikën gjëshëm, ke mujtë me shkru në certifikat që ke dashtë. E kuptoj, dhe kjo të bën të dyshosh, që ndoshta ai që ka qenë ato, e ka ditë prej kujna po vjen fëmija, e ka shkru vetë që ka dasht, kë fëmiju gjetë që shto, nga në rrugë, bla bla bla, edhe lindja që shtoja ka shkru, se me gjetë në rrugë, me këthizen halo pa i ra, që shka mujtë me jetu një fëmi në rrugë, shumë të pjelt, se logik, s'ma ka për logika. Por juve, se unë besoj që si ju dhe Skënderi ka bërë kërkime për shkak dhe të dyshimeve që keni. Keni arritur të zbuloni ndonjë gjë qoftë dhe në spital? Keni shkuar ndonjëherë për të hapur regjistrin? 72 deri mbas lufte, ti din që s'ke pas mundësi me shku anë një verit Mitrovicës. Ai sot që shëkoha me shkun verit Mitrovicës, sa një qenë spitalet që kanë qenë spitalet e lindjes e gjithat spitalet, sa dhe asaj dite jenë anej. E qartë, pas vitit 1999, pas lufte, keni bërë ndonjë kërkim, ndonjë gjë? Po, pas lufte tani bashkëshorti im ka tentu vetëm me marrë nonën e vetë, se mbas lufte ka marrë nonën, e ka pru këto në Suedi. Dhe nuk ka bërë kërkime dhe nuk është Vitin 2006, edhe nuk ka kërkue, ka fol vetëm e dikon, naj shoqni, naj dikon që e ko pak ma të ngat, pak ma të besushëm, ka fol me familjar, me do djemt të tagjës të vetë, që qa mënat me kanë, a mënat qysh mëna me janis, qysh mëna me kërkue, të tonë, asë kërse kam thonë bëtë që tonë, ose meret iniciativ që të rrugë, ose shkoj që soj rrugë. Edhe ndryshe, kur t'jesh në përëndim, ki familjen, ki punën, ki gollen, ki dirë të tjera, nuk jesin kur jesh atje vetë. Por përpara se nëna e ti birësuse të ndronë të jetë, Skënderi ja kishte thënë që unë do t'a kërkoj të vërtetën, një familje janë ka marrë dhe apo nuk e lëndërë. Jo. Ka thonë, para se të ndrën jetë, edhe gjithmonë ka thonë, edhe në qofë se e zbulaj, kush është nona, kur s'kam i thonë, kësajna, nonës që e kam, se s'du me mërzit. Se ndoshta keme tash e gjatë kë nonën e vetë, edhe tash më ma këthen shpinën mu. E kuptoj, nuk ka dashur t'a lëndoj. Jo, kur ka thonë nuk kam dëshirë me ditë që unë e kom kërku ose e kom gjetë nonën biologjike, se nuk kam qef me lëndu. Me thonë tash e gjatë për mu më nuk mërzitet. I tash u Shipe, teksa ti po më tregon historinë, mua më lindin shumë pyetje në kokën time, duke të qenë shumë gazetare që merre me këto histori. Në veriun e Mitrovicës kanë jetuar dhe shumë Sërbë në ato kohë, edhe para 1999-ës. Po, shumë. E ka menduar? Unë me kënë kohë në Kosovë, unë isha shku vetë. E kuptoj. Kisha zbulu kush ka punu në qatë vitin 72.
kush u kanë infermiere, kush u kanë doktor, isha shkurani, po të edhe kur shkojsh në Kosovë 3 javë, 4 javë, ka me shfrytzu atë ko, edhe unë kam familje, edhe pse çdo sen që kom dash me bë, jashtë na, mos me marr vesh bashkëshorti. E kuptoj qartë, por unë do të bëj një pyetje tjetër. Duke ditur që në veritë e Mitrovicës kanë jetuar serb, e ka menduar ndonjëherë se ndoshta mund të ketë ardhur nga një nënë di çfarë do të thonë, po. Është rritur në familje shqiptare dhe ai ndihet shqiptar, është shqiptar. Pak rëndësi ka, le të themi, historiku i dy vendeve. Ta harrojmë historinë e dy vendeve. E kemi menduar edhe këtë gjë. Edhe këtë rast e kemi menduar që ka mundet me ndodh. E kemi menduar. Prandaj ta bëra edhe këtë pyetje që ju e keni menduar, edhe këtë lloj hipoteze që unë po ngrej në këto momente. Po, e kemi menduar edhe këtë gjë. Për ata dhe po të thamon e ty, mendojone, baboj i Skenderit, ai mendoj që ka ditë diçka më shumë, se ka mujt me shkru çdo sen çka ka dash në ato dokumenta. Qysh e ka gjetë, ndoshta, mendojone, edhe bashkëshorti ka mendu, ka thonë, ndoshta e kanë ditë eksakt nga cila non jamone. Ndoshta, ende pa ardhën e jetë, ka thonë, unë këtë fëmi ka me të adhuru ty, veç ti moje sekretë dhe që po t'janë. Gjithë shka kina allu duhe. E kuptoj, i ndjeri vjeri juaj, gjithçka e ka bërë për të mirën e familjes së tij, që atë fëmijë ta merrte dhe ta rriste ai. Pavarësisht se për ata dhe kam unë bindjen, pse nuk ai gjithmonë ka punu ato. Pse nuk e ka marrë mbas 5 vjetë martesë, mbas 7 vjetë martesë, 10 vjetë martesë. Pse nuk e ka marrë një fëmijë gjatë asaj kohe? Pse ka prit këtë rast? Pse ka prit bashkë këtë rast, që këton me marë, atë shtirë të dish. Ata të dy nuk kanë sjellë një jetë fëmijë dhe birësimin e një fëmije mund ta bëni vite më para, nuk ishim se e bënin në moshën 45 vjeç. Se ka qenë problemi të aj, jo të vjera jeme. Problemi ka qenë të aj. Aj s'ka mujt me bë fëmijë. E kuptoj. Por ndoshta ai mund të ketë ditur diçka, e ka ruajtur si sekret, e ka marrë me vete, i ka mbyllur letrat atje në spital dhe gjithçka ka humbur aty. Sepse unë jam e sigurt që personi që e ka gjetur atë fëmijë, ta zëm se kur historia është kështu, personi që e ka gjetur atë fëmijë në rrugë, në X rrugë të Mitrovicës së Veriut, pa dyshim, ai momenti që ka dorëzuar në spital apo në policinë, postën e policisë në atë kohë, është mbajtur shënim, ku çfarë vendi është gjetur, si është gjetur, kush person e solli, të gjitha ato të dhëna padyshim do të jenë atje në spital. Në certifikat lindjes nuk shkruan ashtu, certifikat lindjes shkruan këto detaje, e qartë. Tash mundesh me shku me marrë certifikatin e lindjes, kur dush, çdo herë, sa herë dush, shkruan Gjeva Mehmeti Bisli Mehmeti. Në certifikat të lindjes. Certifikatin e lindjes të para luftës, i shkruan foshnja urgjent kështu, birësohet nga Gjeva Mehmeti dhe Bisli Mehmeti. Atash, në qoftë se ti e kërkon një certifikat lindjes, ku dush, në shko Mitrovicë Prishtinë, ku dush, shkruan Gjeva Mehmeti, normal, certifikatet sikur se unë e kam. Asgjë nuk shkruan, hiç. Atë që e kosa dhe asoj dite e runa certifikat, ato shkruan ashtu. E keni pyetur të ndjerën vjerën që pse është bërë ky ndryshim që para luftës në certifikat ishte një fëmijë i gjetur në rrugë dhe pas lufte, ndoshta janë rinovuar të dhënat në Kosovë dhe pas luftat i është vendosur atësia dhe momësia e dy prindve birësues. Dëgjoj, i kemi thonë se herë, po ajo ka vdek, ka ndru jetë para 4 vjetë. Do më thonë 4 vjetë, 93 vjetë i ka pas kur ka ndru jetë. Ka qenë e 93 vjeç. Ka qenë e vjetër. Edhe kur e kom pyetën, Ana, a din diçka më shumë ose çysh ka ndodhur rasti që e keni birësue?
Qështin këta shplakat e aty në heret, pa të shkollume, pa. Nuk dion e kur gjë, vetëm e di kur orë se sa dëm kujtohet ajo dit, kur orë Bislimi më ka marrë të shtëpia, edhe më ka qunë në spital, më ka thonë ky fëmijë ka me kanë jone. Vetëm kaq. Por mirë, ai fëmijë në atë kohë besoj që kur është birësuar, ka patur një dokument birësimi. Dhe më si është bërë birësimi, apo erdhi një fëmijë në spital, u regjistrua. Bislimi gjithçka e ka përfundua ato në spital, gjithçka. Krejt në spital u kry, vetëm e ka marrë e ka pru të shtëpia. Vetëm Se, qa me ndonë ti, qëfar kushtish kanë qenë atër për me marrë një fëmijë me birësu, viti 72, s'kan pas buk për të ngo për borkën e vetë. e qartë, kanë qenë vite të vështira, unë e kuptoj këtë gjë. Por Por jëndosh bajagi do kushte mi pasti për me birësu një fëmijë. Pa mor parasysh çfarë do kohë. Edhe qështojnë këta i thujë, ne nuk jem kone asaj kohë, këta i thujnë koha e titës, edhe pse ka qenë koha e titës që në do kushte mi pasti për me birësu me me pas kushtet mira, me kanë në punë, me pas tarë në vjetore, mujore. Shqipe, unë kam trajtuar disa raste në Kosovë që bëhet fjalë për kohën e Titos, që kërkojnë sot prindi biologjik, pa dyshim, edhe atje funksiononte me dokumenta të rregullta. Dhe pse kanë qenë ato vite të hershme, prandaj të pyeta, ky birësim si është bërë? Është bërë me dokumenta të rregullta apo? Asgjë nuk din, askush nuk din sa. Vetëm Bislimi ai e din çka ka bë. Dokumenta që ka mujtë me rujt burri jam, e bashkëshorët jam, ka mujtë me rujt që certifikat që ka gjetë dokumentat shtëpis, që shkruan me shkruanja qirilice, serbisht. Ndërkohë e dashur Shqipe ka kaluar 52 vite nga momenti që Skënderi ka ardhur në jetë, 52 vite që ai e vuan beson për ditë. Sa më shumë që kalon koha, më shumë e vuan këtë gjë. Shpesh ndodh se normal tash nona dhe nona i kanë trujet. Edhe çdo vit vim Shqipëri, vim Kosovë. Kur vjen çdo vjet që vjen unë ndjen keq, se unë kam shumë familje të madhe. Shkoj në Kosovë, po kur nuk e marr atë iniciativë mi thon, hajde shkojna se ka ndodhur mi thon një herë dy, okej, mundesh me shku ti ki shumë familje ki unë se kam kërkan. Edhe që fjallë bjen shumë të rëzan për toke. Është e dhimbshme. Ai s'ka asnjëri tani, sepse edhe nënën birësuese ka humbur nga kjo jetë, nuk ka asnjëri dhe nuk njeh kush janë. S'kan heq. Përveç se normal rrethit familjar të babës, birësuese dhe të nanës, edhe pse ka shumë kontakte të mira me ta, po. E qartë, me familjen e nënës dhe të babait. Gjithë ata e din që kjo fëmijë ka qenë në rast, faktisht një rast vllau i nonës. Që bjen Daja, se baba i vetë, këtë me thonë, kur ka vdek, automatikisht i ka taku që ajo shtëpi, që ajo tokë, në mend të këti, se djalin e ka që ato, se ajo ka birësu që asë mi. Doja para menate, Doja ka pas me shku me të njofshëm në komun, me amor krejtat pasuni që e ka pas. Bas do vjete i kanë tregu që është një person me emën mbi emën që vjen në komunë dhe kërkon që na t'ja nënshkrujnë këto dokumenta se ti nuk je i motrës tina, ti je veç i birësun. Po që lidhje ka kjo gjë, ai është djali tyre. Zyrtarisht është djali birësues, ata e kanë rritur, i kanë dhënë djali birësues edhe plus nuk ja kalon motrën vet. Në qoftë se gjatë kohës sa kë ka qenë perëndim, e ka marrë një kojshi, kojshi e ka pagu që me najtë me nonën e vet. E ka pagu çdo muj. Në qoftë se i ka qu pore, që mja bli nonës vetë drut, u dosh mja qu edhe atinaj. Bli për vete, po bli edhe nonës teme. Të besoj, kështu ndodh edhe në Shqipëri. Fëmijët janë gjithë në emigracion, prindrit janë të moshuar, rinë për fshatra dhe janë fëmijët ata që pagojnë para për kujdesjen e prindërve në Shqipëri. Unë e besoj që ka ndodhur kjo gjë. Pra, Skënderi e ka bërë këtë gjë për nënën e tij, por sot ai me Dajën ka kontakte?
Plus jo me dojen, jo, absolut jo. Plus kur gjatë kohës këtu si ka jetu, ka thonë gjitha vjera që unë kur të vdes kam dëshirë me më vorros me në Kosovë nga të nonës teme. Edhe ju lajmërohet kancerin mushkëri, bla bla, edhe vdes nona, edhe ishëm të dëtit në punë, si unë si bashkëshorti, thot Shqipe thot ti e din që Ana ka pas dëshirë gjithë të bëj vërrime në Kosovë, edhe du me qu atje. Edhe thot nuk du me ja prish amanetin, ka pas amanet me vorros atje. Edhe e vorrosim, e qojna në atje, e bojna e qilim të pamen që thojna për kryshnosh, e bojna 7 dit, edhe pse tash nuk është 7 dit, edhe ka këgja kohë gjatë që nuk e mbojnë 7 dit, e mbojnë s'pako mas shumë të 3. Po thike ndosht të kështë e kom pas non ka jetu 93 vjetë edhe e qojna poshtë edhe pse na ka kushtu gati 10.000 për me qu. Se në qovë se kishëm dosh me vorros këtë në Suedi, s'kishëm pas nevoj me pagu asgjë, se e kena paguna sigurimi që i thojnë ana për me vorros, për me dek, për me krya të ceremonijat krejt shteti. Po në qovë se ti dënë për qeftoni me që dikën tjetër, risku jetë. Unë e besoj që Skënderi ka bërë gjithë shka për nënën Birësuse dhe më vinga shumë keq që Daja ja ka bërë në të lloj forme. Jo Mitrovicën e Veriut spitale, po Mitrovicën e Jugut jeton te stacioni I autobusave, stacioni kryesor I autobusave, thirret lagja Kavnik. Bëre mirë që e teksove. Është rritur në Mitrovicën e Jugut, por spitali ka qenë atë të Veriut dhe aty është doshuar fëmia. Edhe është sot asoj ditë atje është spitali kryesor që kanë qenë i krejt spitalet janë kanë në Mitrovicë. Gjithmonë. Sa po bën Skënderi që nuk ka shkelur në Mitrovicë, te shtëpia ku rrit? Ka pas shtëpin që u rrit, e ka pas deri vitin 2004. Mbas viti 2004 e ka prish krejt shtëpin e vjetër dhe ka ndërtu tren. Sa mirë, ka ndërtuar shtëpin atje. Po, ato edhe nuk I ka harruar për të ndërtuar. Ati dajes vet ju rritën fëmija, ju rritën djemt 5-6 djemë dhe gjithë kohës e kanë kërcnu këtan. Edhe kjo se kanë dëgju ata që thojnë, e ka marrë nonë vetë, e ka pru këtë, e ka këqyrë, si kur normal nonë, edhe e krynë të pomen e qënë e vorros, qysh e ka lona manet e krejt, edhe e ka shit shtëpin një kojshis, ato. Kështia aty në exakt vetëm për mos me pas probleme me atutje, se gjithmonë ata kam ndosht të marrin atë shtëpi edhe atë pjesë tokës. Se kjo ka thonë, kjo ka qenë motrës tem, nuk ka qenë jotja. Më vjen keq, në fakt nuk është era e parë që dëgjoj të tilla histori. Kam dëgjuar shumë histori të tilla me fëmijët Birësus ku I kanë vdekur prindrit dhe familjarët e prindëve Birësus kanë dashur t'i marrin pasurinë që ta lë fëmijën pa asgjë, por kjo është shumë e dhimbshme. Sa I fëmijë vërtet mund të ketë gjak tjetër, por është rritur aty, është I asaj familje dhe mua më vjen keq që dëgjoj këtë. Eksakt. Në realisht, ndoshta edhe fëmijën e vet me kem pas motra e atij dajes, edhe fëmijën e vet me kem pas, ndoshta nuk e kish këqyr që ashtu që ka këqyr kjo. E besoj. E që shu interesu kjo për ta. Po, jetë ndërgjegjen e çdo të kujt. Ndërkohë, sa fëmijë keni? Sa vite keni me Skënderin bashk? 17 vjet. 17 vite martesë. Sa fëmijë keni sjell? Kam 4. Me jetë ti kesh. Jam edhe gjyshe. Je bërë dhe gjyshe, po vetëm si gjyshe nuk gjandi. Jam edhe gjyshe 2 herë. Me jetë ti kesh të gjithë. Një përmbesa, çfarë I ke? E dashur, unë besoj që Skënderi, momenti kur është bërë baba, është bërë dhe gjysh, ka këmbulur më shumë besoj për të gjetur prindrit. Kur është bërë vetë baba, që e ka kuptuar që dhe thotë fëmia, është mosha... Edhe kjo u bë shumë I ri brend.
Edhe kjo ka u bë shumë i ri prend dhe normal që ka përjetu shumë vështirë. Edhe çdo familje që e kam unë, e që ka spoko ka nejt me bashkëshortit e 1 orë ose 2 orë, e ka vret atë ngrohtësinë që kë ka me fëmijë. E ka vret me njerë, çdo kush vjen, edhe që të rren me ta e vrin, zot ma bojnë, aj burri jëtë që shpidoj ke ata fëmija, aj burri jëtë që shpo bëj ke mas aty në fëmive, aj burri jëtë kështë, e vrin që e ka të ngrohtësi me fëmijë. Ma vjen mirë që ai pas ka familjen e madhe, se i ka munguar sa herë në rinin e tij ajo familje, kështu që se e ka patur familje, po vetëm me nënën është rritur birsus dhe i kanë munguar motra, vëllezër. Shipe, ne nuk e dim kush është nëna e tij biologjike, urojmë që ta gjejmë, ta zbardhim këtë histori, sido që të jetë, është një nënë shqiptare, është një nënë serbe, kjo nuk ka fare rëndësi. E rëndësishme është që ai të gjejë nënën, të gjejë gjakun e tij. Shqiptare bab serb, ndoshta është bab shqiptar nën serb. Më në ditë s'kosh. Në ato kohë, bërë mirë që ma kujtove, në ato kohë ka patur shumë histori dashurie mes shqiptareve dhe serbëve, apo dhe baba që the nën serbe me baba shqiptar që janë detyruar për ta lënë. Ka patur të tilla histori dhe për shkak të konflikteve mes dy vendeve janë detyruar që mes dy vendeve, në fakt mes konflikteve mes dy popujve. Shqiptarë po të kuptoj. Po pse edhe nuk shkruan vende, plak vende eksakt ku u gjet, pra, ku u gjet, po ku? Ku, që në vend u gjend? E që ata në thonë pse, okej, masit e ku gjend, pse se kanë shkru, u gjend qëto, qit pjesë, qit lagje, qit rrugë, numër që kaq, ose diçka me shkru. Që ata thonë unë pse vishën pika të shkurta, se ai ka të shkru, thonë unë, mendojnë edhe bashkërti jam, thot, ai ka bon atë dokumenta që ka dosh vetë, ka shkru se që atë ka punu. Nëse një ditë do përballeshe me atë zonjë që ka sjellë në jetë bashortin tënd, çfarë do i thoshe? Se gjithë qëllimi ky është, që ti ta gjesh, të surprizosh bashortin tënd. Jo, nuk e kisha akuzu, seriozisht, nuk e kisha gjyku, nuk e kisha fajsu, nuk e kisha absolut kur gjëheq. Vetëm, unë për vetë kush isha lumturu maksimum. Vetëm që me thonë që e din tash ka kush ka në thjerë në telefon nën, bab. Akoma e maj madhë. Uroj, të ndodhi kjo që sa më shpejt të realizohet dëshira e juaja për bashortin tuaj Skënderin. Ne do nisim investigimet, kërkimet tona, unë uroj dhe shpresoj të zbardhet dhe pse është një histori shumë e vështirë. Shumë, ne të kom thonë edhe shumë është e vështirë, se nuk din ku të fillosh, një pikë sa dhe të vogël, vish me pas që ato hen, edhe eksploron që atë pikën, edhe që ajo pikë dykon pa të qu s'bohat. Pa të dërgu dykon ajo pikë nuk bohat. Këtu nuk i as një pikë, as presja, as pikë që ditë se as kodryq, as të njëtë. Ne do vetemi bashkë në kontakt, kështu që të përshëndes nga Tirana. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju më gjeni live ora 10 me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.